Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Lutim Allahun e madhëruar, mëshirues dhe mëshirëbërëse të na falë gjunat dhe gabimet tona. Dhe lutim Allahun e madhëruar, mbrojtësin e besimtarëve, ruajtësin e besimtarëve, të na mbrojë të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbë nga ajo rrugë. Dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në rrugën e drejtë për veçti. Dëshmojmë me dëshmi më të sinqertë dhe më të madhe se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu I madhëruar, Zoti I gjithësisë, I vetëm dhe I pashon. Dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Të dashur vëllezër, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut të madhëruar, Kurani famlar. Fjala më e vërtetë, fjala më e vërtetë është fjala që Allahu ka zbritur, është libri I Tij, Kurani. Udhëzimi më I mirë, udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I profetit ton Muhamedit alayhis salam. Dhe dijeni se punët më të rrezikshme janë shpikjet në fe. Nëse njerëzit shpikin nga mendjet e tyre, nga epshet e tyre gjëra të cilat nuk janë prej fesë dhe I emërtojnë dhe I quajnë dhe I konsiderojnë prej fesë. Por çdo shpikje në fe është humbje dhe të çon në humbje. Dhe ai cili shpik në fe është I humbur, është I devijuar nga rruga e drejtë. Dhe çdo devijim dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. Kërcënim I cili vjen nga Zoti I gjithësisë, që ai I cili vjen me një fe tjetër, jo atë fe që Allahu ka zbritur, përfundimi I tij është zjarri I xhehenemit. Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër, kjo është xumaja e parë pasi përfundoi muaji I Ramazanit. Elhamdulillah Allahut që na mundsoi të agjërojmë muajin e Ramazanit. Djem dhimbje se e lam këtë muaj dhe dëshironim që I tërë vitit ishte Ramazan, por sa Allahu I madhëruar ka caktuar që Ramazani është një muaj, por sa I cili dëshiron ka mundësi ta kthejë tërë vitin e tij Ramazan. Ne gëzohemi në të njëjtën kohë që Allahu I madhëruar na bëri prej agjëruesve. Në këtë muaj na bëri prej atyre që faleshin natën dhe ditën në këtë muaj. Dhe shpresojmë nga Allahu I madhëruar që këto punë që vepruam të pakta ti shumëfishoj dhe ti pranoj prej nesh. E lusë Allahun e madhëruar që të na pranoj punët që vepruam, që punuam. Rëndësi ka shumë rëndësi që muslimani të shqetësohet për çdo punë që vepron. A është e pranuar tek Allahu I madhëruar apo jo? Allahu I madhëruar I cilëson besimtarët në Kuranin famlar me fjalën e tij
Dhe ata besimtarët e vërtet janë ato të cilët japin për hir të Allahut dhe zemrat e tyre friksohen dhe shqetësohen. A është e pranuar ajo që ata dhanë për hir të Allahut apo jo? Dhe lusë Allahun e madhëruar të mos na bëj si shembulli i asaj gruaje, e cila e tjerë mirë rroben, bluzën, trikon, për shembull, e bën në mënyrë më të bukur, pastaj pasi e përfundon, e prishat. Këtë shembull Allahu i madhëruar e ka përmendur në Kur'anin famlar për treguar se ky është shembulli i atyre njerëzve të cilët nuk i ruajnë punët e mira që kanë vepruar, por se i shkatarrojnë ato me punë të tjera që i veprojnë pas tyre. Pyetja më kryesore dhe më e rëndësishme që bën muslimani pasi ka përfunduar muaji Ramazanit, cila është? Zemrat tona janë të shqetësuara, të friksuara. A është i pranuar agjërimi jon apo jo? A është i pranuar namazi që jemi falur gjatë Ramazanit apo jo? Si mundet besimtari të njihet? A është i pranuar agjërimi i tij apo jo? A është i pranuar puna e mirë që ka vepruar apo jo? Dietarët e Islamit për të parëve kanë treguar se shenja kryesore që tregon se një punë e mirë është pranuar është nëse këtë punë të mirë e pason një punë e mirë tjetër. Dhe gjendja e këtij personi përmirësohet në lidhjen e tij me Allahun e madhëruar, me krijuesin e tij. Sepse besimtari e pason mirësinë që Allahu i dha me falënderim. Dhe pasi Allahu i madhëruar të mundsoj ty të agjërosh Ramazanin, të ka dhënë një nga mirësitë më të mëdha, të ka mundsuar të plotësosh një nga adhurimet më madhështore. Dhe pas mirësisë vjen falënderimi. Dhe falënderimi më i madh i bëhet Allahut duke shtuar punët e mira. Dhe punoni, o ju familja e Dautit, punoni punë të mira në shenjë falënderimi. Nëse agjëruesi, nëse muslimani agjërues, sa po del muaji Ramazanit, fetë e gjunahet si një jetur, si uritur për të gjunahet, atëherë ta di se kjo është një shenjë shumë e keqe që tregon që agjërimi i tij nuk është pranuar. Nëse kthehesh në gjunahet, në veset e tua, si një jetur për ujë, si një uritur për një ushqim, dhe përkeqësohet gjendja jote, kjo është një shenjë treguese, një shenjë e keqe për ty. Allahu na ruaj. Çdo njeri për nesh gabon. Çdo njeri për nesh është gabimtar. Dhe mund të gabojë sërish. Por se me njëherë kthehet tek Allahu i madhëruar në pendim. Dhe besimtari i zgjuar është ai i cili e ruan punën e mirë, mundin që ai dha, lodhin që ai kishte, e ruan që ta gjej shpërblimin e saj ditën e gjykimit.
Atë ditë që nuk I bën dobi njeriut, as pasuria dhe as fëmia. Por se I bën dobi nëse I vjen Allahut me një zemër të shëndosh, të pastër, të sinqert. Dhe kjo zemër e shëndosh dhe e pastër dhe sinqert nuk pastrohet dhe nuk mund të jetë shëndosh pa punuar mirë dhe pa I ruajtur këto punë të mira. E lusë Allahun e madhëruar të na pranojë muajin e Ramazanit, agjërimin në të dhe namazet dhe lutjet tona, dhe na bëj për atyre që gjithmonë gëzohen me punët e mira, me besimin e tyre, me devotshmërinë që kanë për Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu na ruaj të jemi për atyre që punojnë, por I shkatarrojnë punët e tyre me veprat e tyre të këqija pas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsani ila yawmid din. Të dashur vëllezër, një nga fjalët e parëve tanë është: llogarisni vetët e juaja, para se të vijë ajo ditë që ju do llogariteni. Para se të vijë ajo ditë kur llogaritja mos bën dobi as pishmallok dhe as pendim. Besimtari gjithmonë e vendos veten e tij në peshore. Dhe çështjen e besimit dhe lidhjes me Zotin e ka çështjen më të rëndësishme. Po që I shpëtuar në botën tjetër, I shpëtuar nga çdo gjë e keqe. Po që I suksesshëm në lidhjen tënde me Krijuesin, je I suksesshëm në çdo lidhje ose çështje tjetër. Të dashur vëllezër, Allahu e lavdëron dhe e do qëndrueshmërinë në fe, vazhdimsinë në punë të mira, dhe ka premtuar vese të mira për ata të cilët janë të qëndrueshëm në fenë e tyre. Me të vërtet ata të cilët thanë: Zoti ynë është Allahu. Me të vërtet ata të cilët thanë: Zoti ynë është Allahu, dhe u përqendruan në rrugën e drejtë, për ta nuk ka as frikë dhe as pikëllim. Në ajetin tjetër kuranor, me të vërtet ata të cilët thanë, dëshmuan: Zoti ynë është Allahu, dhe u përqendruan në fe deri në vdekje, zbresin engjëjt për ata në momentin më kritik dhe I përgëzojnë: nuk ka frikë për ju nga dënimi që ju I friksoheni, dhe nuk ka mërzitje nga ndarja që keni nga të afërmit. Allahu do ju bashkojë në xhenetet e larta. Allahu na bëf prej tyre. Prandaj vëlla I dashur, puna më e dashur tek Allahu është ajo që vazhdon, qoftë dhe pak, por nuk ndërpritet. Prandaj mos u bëj besimtar vesër Ramazan. Bëu besimtar deri në vdekje. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë e vërteta vdekje. Allahu është Zoti I tërë muajve. Është Zoti I Ramazanit, I Shawalit, I Dhulqa'das, I Dhulhijjas, I Muharram, I Safar. Allahu është Zoti I tërë ditëve. Allahu është Zoti I kohës, I diellit dhe I hënës. Allahu I madhëruar
është Zoti i kësaj bote dhe i botës tjetër. Lidhe gjithmonë jetën tënde me Allahun e madhëruar, dhuruesin e jetës, dhe i cili tek ai do kthehesh. E lusë Allahun e madhëruar të na lehtësoj punët e mira, të na udhëzoj tek më e mira. Ne, familjet tona, fëmijët tonë, të afërmit tanë, shoqërinë tonë, t'i udhëzoj tek më e mira. E lusë Allahun e madhëruar të përmirësoj gjendjen e muslimanëve, gjendjen tonë dhe të tërë muslimanëve në këtë botë. Dhe e lusë Allahun e madhëruar t'i japi triumf Islamit dhe muslimanëve kudo në botë. Dhe Allahu i imposhtë çdo njeri të keqbërës, çdo armik të Islamit dhe të muslimanëve. Dhe e lusë Allahun e madhëruar të na mbajë në besim në punë të mira deri në vdekje. Nuk ka lumturi dhe kënaqësi të dashur vëllezër. Kjeni në vath në vesh. Nuk ka lumturi dhe kënaqësi dhe rahati për shpirtin vetëm me Allahun. Dhe Allahu do t'i japi njeriu atë që do. Nëse do dynjan vetëm, do t'japi vetëm dynjan. Nëse do dynjan dhe ahiretin, do t'japi Allahu dhe dynjan dhe ahiretin. Se Allah është Zoti i dynjas dhe i ahiretit, botës tjetër. E lusë Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që janë ftues të tjerëve në këtë fe të bukur. Janë përçues të Islamit e të tjerët. Janë përmirësues të shoqërisë të tyre. Dhe nuk janë indiferent. Dhe nuk janë mos përfillës, po janë gjithmonë rregullues dhe përmirësues. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقم الصلاة.